Përshëndetje miq të Fel, ku ndodhem këtu me Betinën, e cila do na tregoj pak mbi koleksionin që do të prezantoj sonte në Albania Fashion Week. Betina, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që më keni po pjesë e kësaj interviste. Mirë, pak me stres. Është normalisht një obligim shumë i madh, edhe është pak stresuese. Na trego pak për koleksionin që do të prezantosh. Koleksioni është Couture, është Spring Summer 2027, do të thonë janë trendet, kemi me vendos nga trendet si çka ka me umbojt në 2027-ën. Është i përfshim, është një koleksion që është i punu me pundore, ka shumë punime dore, ka gur kristale që japin shkëlqim shumë, ka lule të punuara, ka fije rese që janë trend që kanë me umbojt 2027-ën. Masane janë disa ngjyra që janë shumë të guximshme. Edhe i gjithë koleksioni është do me thonë një art në vete, sepse sicili klient e ka detaje që nështë ai tjetri nuk i ka. Çfarë ngjyrash ke përdorur, çfarë copash, sa më shumë detaje. Do me thonë, koleksioni është i përfshim prej materialeve sikur velvet, sikur kadife, ka materiale organza, tëll, ka materiale dantel, ka materiale ndryshme që ne i kemi gërshetu edhe i kemi kombinu me detaje punime doresh. Është hera parë që ti të prezantosh koleksionin tënd në Fashion Week? Këtu në Shqipëri po është hera parë që po e prezantoj. Cilat kanë qenë sfilatet e tjera ku ti ke prezantuar? Kemi marrë pjesë edhe në Shkop, në Shkop Fashion Week kemi marrë pjesë bashkë. Kemi pas edhe ekspozita të ndryshme, po koleksione kemi bërë gjatë gjithë kohës, ndoshta prezantime më prestigjioze dhe i thash besoj që ka me kon kë. Edhe është faktikisht koleksioni i parë që është u punu Couture line. Është linja e parë e fustanave elegant, sepse më shumë unë jam fokusuar në veshje ready to wear. Do të thonë brendi im njihet më shumë për veshje ready to wear, dhe është koleksioni i parë që ka veshje më elegante, veshje më përmramje për çka po di, red carpet, ballo, evente më të mëdha. Betina, si e sheh modën? Për ty më shumë është shprehje e kreativitetit, modën në ditët e sotme, apo më shumë produkt? Unë personalisht modën e shoh si kur shprehje të kreativitetit, sa më shumë që të eksperimentosh, ta shprehësh veten, e shpreh edhe karakterin, stilin tonë. Po, në disa raste është edhe produkt. Kemi në koleksionin tënd elemente ose pjesë që ndërthurin edhe traditën? Jo, nuk kisha thonë që ka. E ke menduar? Po, e kam mendu, se është diçka ndoshta që na përfaqëson, edhe ndoshta në të ardhmen pse jo me ja dediku një koleksion.